Banor! Sot në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova do të zhvillohet një aktivitet i veçantë nga Tanflex, një brand i njohur për kujdesin dhe lehtësimin e shqetësimeve të fytyret, sidomos në momentet kur zëri juaj është arma juaj më e fortë. Ju flisni, debatoni, çështni, emocionoheni dhe shpesh pa e kuptuar e vendosni zërin tuaj në provë. Yes. Prandaj sot do të mësoni më shumë rreth rëndësisë së fytyt, së kujdesit për fytyn, përdorimit të përgjithshëm të produkteve dhe zgjedhjeve të duhura. Kur bëhet fjalë për shëndetin, gjatë prezantimit do të keni mundësi të bëni pyetje, të ndani eksperiencat tuaja dhe të merrni informacionet të vlefshme nga farmacistja. Ju ftojmë të jeni të vëmendshëm dhe të gati për një përvojë informuese me surpriza të këndshme dhe të mos qeshni, sidomos Claudia Aurora Lëndrimi. Hajde ne. Për ndryshë së të vëmendja, konë top 10. Si vëmendje, si sot. Gaming? Yes. Po. Qone për ndryshë për marrë me vete? Përshëndetje. Përshëndetje, Këshyri. Si jeni? Si mirë, Anita. Mirë, faleminderit. Ti veshim gjupa, ta? Si e mirë, po. Mirë zamër. S'ka problem. Mirë mbrëma, si jeni? Qone me vete? Bravo. Mirë mbrëma, si je? A je mirë? Unë jam Anita. Anita. Jam mirë. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë mbrëma, mirë, faleminderit. Moj Benita, pëse të bëjnë gjithmonë në mes të? Se jom Bugatti. Gjithandej, si je? Mirë, si je? Jam Anita. Gjenira Aurora. A janë krejt që të mdoja? Po njëjtin madhësi kanë gjitha. Jo në kujna cilat më shi? Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Ilmon bre? Jam Anita. Që të pjeshme, ta shkuj kuptaj kur që një të edhe. Po. Normal. Aty ka dalë i bukri dheo. Para mnome pa... Si Argjiro Konstantino. Ludo ka dalë i bukri dheo të aty, po kështu ta shohësh nga afër të zgënjen. Live gjithë që keni më të bukur. Si je? A i mirë? Unë jam Anita. Ju jeni të njohur tash. Jeni gati? Nici pas foto, ti fa quello, mi energia. Unë sa ndryshe jam, a? Nici, pas fotos. Live më të bukur jeni, gjithë se cili. Kështu që mos e shikoni shumë fotot. E jeni gati? Qa fjell? Opa! Si gjithmonë i zhurmë. Produktet që i keni në tavolinë, nëse bën mos me i prek deri në fund, sepse kemi një lojë, mandej ju tregoj gjithë ecurinë e saj. Unë jam Anita, jam farmaciste, dhe sot kam ardhur me bashkëbisedu me juve lidhje me një problem që na ndodh gati të gjithëve, që është dhimbja e fytit. E duke marrë parasysh që ju, do më thonë, flisni shumë, 24 orë në 7, keni komunikim të vazhdueshëm, edhe, do me thonë, mungesë gjumit, stres, ngarkesa tjera, me siguri edhe fyti juaj e ndjen këtë gjë. E kisha pas qef me i ditë paka shumë përvojat e juaja, si kanë qenë me Tanflex, nëse ka mundësi. Mu personalisht më kanë ndihmu shumë, të pas parasysh që jam një prej banorëve që na let goja gati non-stop. Si e i vetmi, po mirët e një nga. E mi mën tepër shumë, sidomos sprej, kur e vrej dyqysh që mu ka aja dhe në që të automatikisht ma letësan biletën. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Me mu e kanë. Bile ma letësan kështu tepër atë
ndjenjen që diçka është si s'u di shme shpjegu kështu tamam shpjegu. E thatë ose irrituse. Irrituse ma shumë. A ki pa kur të përbiesh që do këtë tuso ka pengon diçka, në momentin që e vendosi sprejnë automatikisht ma letësën. Bravo. Qatë ndjesi. Cilën e preferoni ma shumë, sprejnë apo pastilet? Pastilet i hajna si bombona kështu ma shumë. Po edhe atë mire kanë pastaj edhe lënë shien shumë të mirë në goje, e majnë edhe një freski pak ma gjatë. Unë është ta me limon e preferoj ma shumë. Ato me limon edhe me portokale, më shumë. Vjen. Unë Pink, okej. Unë një 2 net kam kull shumë, atë e kam orë një spray, më ka një mu shumë. Po, e kemi pa, vjen shumë mirë. Edhe jashtë shtëpis. Apo? Për ndryshe... Kam kullit. Edhe ajri, thatë, mungesa e gjumit gjithashtu, sidomos edhe kur flisni shumë ose kur ngrini zërin, do me thonë shpejt fytje e vrenat, lëndimin edhe inflamacioni normal, është ma i shprehur. E bërë dhe një pastrim të bazë, se na normal të na shumë duan gji edhe kena vrit që për Po, normale edhe atë fatsin që e je pas pirjes duhanit, do me thonë e largon. Do me thonë, i folëm disa gjëra ma kryesore, deshta me ditë kush po vërtet ma shumë në shpi. Lalaj që tash. Shumë keqe. A i ke përdorë sprejnë apo vetëm pastilet për momentin? Të dyjat. Atëherë, nështë dush me ullë pak intensitetin. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Lalaj, stash veç du të me ngrit. Me ullë, banë sanë. Po tash ka fundi, sigurisht po. A keni me bo diçka pyetje rreth Tanflexit? Cilat që kanë dalim, se di që jënë të ndryshme, jëmë të i vrejt, që kanë dalim këtu për i sprejet, se jënë të rilojë sprejet, apo? Po, te pastilet është vetëm shia. Te sprejat është edhe, do më thonë, përmbajtja e produkteve. Do më thonë, duke shkut ma e lehta, të shqecimet ma të lehta të fytit, deri tek ma e vështira. Zakonisht përdoren mbi 6 vjetë, plusi përdoret e irritimet ma të forta të fytit. Spreje ka një përparësi që mundeni me përdore dhe gjatë natës, do me thonë keni tharje të fytit natën, kër jeni të përgjumër ose po thuaj se në gjumë, mundeni me përdore disa shkrepje dhe pastaj me vazhdu gjumin. Cilën me përdore? Po, klima e jep atë tharjen e fytit që cilën me përdor one, që s'po me fjet, po më ngrit, po më thejë. Për momentin ti dush me përdor plusin. Plusin, okej. Që është pak ma intensiv. Okej. Si janë ka i të mira këtu karamelet, se ne i hame edhe për këshu për Shien e kanë definitivisht pa rezistueshme, edhe janë për tipe të ndryshme, dikush e preferon limonin, dikush portokallin, dikush e hinacen, hace ka dhe ne që kemi pasur një banore që hante nga 10 në ditë, Alba, ose e bani më. Është e dëmshme? Për se cilën shkru në prospekt, do me thonë ma shumë se 4 herë në ditë, nuk preferon. Alba ja pas të Por se cila ka dhe përshkrimin e vetë në prospekt që është mirë të lexoni para përdorimet. Urdhna? Jo, kur gjo se a ka flet këtu mrena për me letë? Po, se cila për tyre ka përshkrimin. Edhe kur dilni jashtë normal që personeli shëndetësor ose farmacisti ju tregon për se cilin produkt, se si duhet të përdoret, si është mënyra e saktë e përdorimit, edhe, do me thonë, mos me kalu dozën e rekomanduar ditore. Bëjmë të tjetër. Rreth Tanflex. Jo kështu për produktin, po më interesant që sa ka dalë në treg, se ma herët sërë që e kom pa... Në Kosovë ka rreth 2 vite që është në treg. Po, Tanflex. Tani është në të gjitha barnatore të Kosovës, do me thonë që asja është shumë e letë e saj, prodhimi është Tork Abdi Ibrahim. Abdi Ibrahimi është... është fabrika. A, fabrika? Fabrika është, me emrin Abdi Ibrahim, është me bazë në Turqi. Edhe 2 vite e më shumë janë edhe në tregun e Kosovës në të gjitha barnatoret. Nice. Okej. Po këto karamelet që kanë përbërje të ndryshme, kanë një specifik? Jo, vetëm shia ndallon. Vetëm shia ndallon, efekti është i njëjtë? Efekti është i njëjtë përse cilën veç varet cilën shije preferoni. Vitamina C është zakonisht të gjitha, pastaj kanë edhe... 4 pra gjithë.
rritje të imunitetit e hinacea. 4 herë në ditë është, domethënë, ajo mesatarja. Pastaj normal në bazë të gjendjes edhe profesionistë shëndetësore dhe rekomandon ndryshe. Veti diçka më. Liona? Na lodh të fol. Më dukesh pak e lodhur. Nice. Nice. Fleksib shumë. Okej, po më vjen mirë që e keni pëlqyer si produkt, e kemi pa, ju kemi Dhe gjofte e themi sinqerisht, që na ka pëlqyer. E kemi vrejt, e kemi vrejt. Shumë se së shkon në fillim, do këtë kur jena Jo, hina. jo, ka arë pak ma vonë. Se të s'kom hopë, shtati ka. Diçka edhe realisht këtu po m'bon atë më kanë. Po më vjen shumë mirë. Edhe i moj të kry, do me thonë që tash më shku të dhoma të kry të Na e kemi vrejt që i përdorni shumë edhe na vjen mirë që ju kemi gjinë dhe këto situata. përdor, po. Se besoj, se besoj. Tani këtu e kemi... E ka një farë me të besimi, kur e merë, o shket ndryshë se kur për më morë. Ta jep një farë, gombre, e ki një farë besimi në produkt, shumë. Kur e merë e njën vetën shumë të sigurt, do me thonë, njën se do dishka, se ti ke për shamë në hongër një bonbon. Jo psikologjia, po si sprej, unë e kam posë, për në men një 10-15 rastën, se ku e kam morë, e kam një vetën shumë mirë. Sidomos ju që flisni shumë, parjen e keni matë madhe, po ajo është ma e koncentrume, për atë arsye ka dhe efektin matë. Ajo me madja. Qa është shplangohet. Po, kjo është shpërlarësi me benzidamin. Po, për atë arsye. është për mishrat e dhëmbe dhe sidomos mas ndonjë intervenimi dentar mund të përdoret, do më thonë e rrit komoditetin me mishrat e gojes. Salute. Ne kemi një lojë shpërblyese, do më thonë ju kësha lutë që kush për konsideroni sot vetën ma me fatë, cilë për juve. Atëherë juftoj ta zgjidhni një produkt, por mos e kapni paraprakesh, dhe të më zgjidhni cilin... Unë këtë me mjallë të Po, mere, por mos e provo, mos e testo. A me mara ju? Ludo, po gjithë. Jo, unë e marë sa 30. A 15 e të gjithë. Brenda paketimeve të Tanflex ndodhet një voucher, edhe ta shohim se kush është fatlumi. Është një spa day, kur delni prej Big Brother. Aurora! Urime Aurora. Urime. Spa day në një nga hotelet e Prishtinës. Shtu që... Me të ato karameli që kanë ngrënë? Me Helendu në shoj bashkë. O, janë për dy. Urime Aurora. Sukseset gjithve edhe në vazhdimin e garës. Keni qenë shumë të mirë. Dhe më thonë, faleminderit shumë për sinceritetin edhe për kohën tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Natën i mirë, kaloni mirë, sukseset gjithve. Top më i miri. Po. A do më thonë që këtë 0-15, 0-30? Koncentrimi, po. Kalofshit mirë. Natën i mirë, kalofshit mirë. 4-5 herë, ashtu. Jo, s'bën me të pru. Ju plus gjdo herë t'i lexoni prospektet. Shumë e ludën. Plusin kësaj herë, nëse bërtite shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, natën i Jo, për mirë. në mesë e një mirë, sërëzisht e kam për zotë. Faleminderit shumë. Shka është. S'ki shka... Sa të mira ashtu.